Rop! E roke, që vetë sa e roke. Vetë sa ndodhi aksidenti, do me thonë, që edhe policia në vend ngjarjes. Kontrata është lidhur, probleme thuj se janë të zgjidhura, kemi dalë të bëjmë disa sanime të vogla dhe të fillojmë sa më shpejt me rregullimin dhe intervenimin e këtij kryqëzimi, i cili do të jetë një rrethrotulim i mirë. Prell e keni njoftu përmes një video që shumë shpejt ka me u kry rrethrotullimi, mirë po këtu s'po duket që është as afër një herë. A mundet me na kallëzu ku jeni me këtë projekt? Përshëndetje, bërim të lutem, a mundesh me orë në kryqëzimin e magjistralës Prishtinë-Gjilan. Në hyrje të Gjilanit edhe e shet çfarë të mirë jena ato e përjetu çdo ditë me kolona ka 40 minuta. Na erdhëm te kryqëzimin fjalë ku na ka shkruar qytetari, që tash jena hala pak para orës 4 çfarë që ndodh këtu. Do me thonë nuk ka semafora, nuk ka as çanej ka një stop, shenjzim, diçka që tregon cila është rrugë me përparësi, qëre, drilon. Qëre tashti këto lidhen veturat, normalisht funksionon kur nuk ka sinjalistik, nuk ka rrethrotulim edhe kur nuk ka strukturë këto të mbarvajtjes së trafikut, e cila dohet me u kry pe institucioneve, funksionon ky ligj i cili të ishte në hund më përpara, që? Do me thonë të merë. Ndërkohë ajde e këshirëm bashkë që të video që e ka publiku zoti Alban Hyseni, kryetari i Gjilanit në Prell. Qëre çka thot? Gjindemi në kryqëzimin e rrugës magjistrale Gjilan-Prishtinë. Kryqëzimi i cili ka shkaktuar kolona shumë të gjata, qoftë zonë të verës, po edhe thuqe të përditshme. Tani më në fund do t'i vi fundi këtij problemi të qytetarëve tonë. Kontrata është lidhur, probleme thuj se janë të zgjidhura, kemi dalë të bëjmë disa sanime të vogla dhe të fillojmë sa më shpejt me rregullimin dhe intervenimin e këtij kryqëzimi, i cili do të jetë një rrethrotulim i mirë, i qasshëm dhe do të zgjidh problemet e kolonës së qytetarëve tonë. Ishte ky Kushtrim Ibrahimi, drejtori i infrastrukturës në komunën e Gjilanit, çfarë tash, ndërkohë realiteti. Çfarë. Do me thonë, kusht monat, çysht monat, çfarë kamioni tash kur futet? Paktën semafora me vendos se nuk po dohet kryqëzim qa që komplikum sa i gorenjes atje. Janë 1, 2, 3, 4 kyqje. Kjo menaxhohet shumë mirë edhe me semafora. Sidoqoftë, qëre tash në momentin që kalohet kë kryqëzim, qëre sa lirë shumë qarkullojnë anej. Edhe anej, veturat, qëre kolonën. Qëre, u ledhën këto do me thonë. S'ka këto. A i do të me shku më rapa me rreziku. Qëre tash, do të me alëshu këti. Që ato s'ko me nëzonë. Nuk e nëzën, hajde ti, hajde. Qëre qëto. Hajde. Që me nëzidull, hajde, mirë je, veç hajde. Qëre tash, veç s'ndalët këto, do me thonë, vazhdimisht ka probleme në këtë kryqëzim. Rop! E roke, që vetë sa e roke. Do me thonë live, vetë sa ndodhi aksidenti, do me thonë, që. Këtë tentoj me shku ma mrapa, që edhe policia në vend ngjarjes. Tabela që tregon projektin. Projekti rrethrotulim nyja kryesore, rruga e Prishtinës, që ajo. Vlera e kontratës 339.252 euro, investitori komuna e Gjilanit, pun kryesi Elbau. Elbau, kush do që jeni? Ku jeni bre mo? Prej prillit, dyqysh Prell ke plus ku me ditë kur unë nënshkru kontrata.
prej prillit ke postimi, hajde kryeni këtë rrëth-rrotullim mose, pasha zotin pafundësisht, s'muni me i bloku paret e fondet publike. Dyqysh qëre aty, qëre që ndodh. Do me dhonë, hajdën mu këthy, lug. Hajde tash flasim me Kushtrim Ibrahimin, i njëjti person i cili në Perell ka thonë shumë shpejt, do me thonë është buz finalizimit, të këshyrëm që ka kome në thonë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, zoti Ibrahimi, si je? Mirë, faleminderit, ju sjellem. Mirë, faleminderit. Atëherë, po të kontaktoj pak a shumë qysh njoftova edhe në WhatsApp ka të bëj me këtë rrotullimin këto te Magjistralja Prishtinë Gjilan. Në Perell e keni njoftu përmes një video që shumë shpejt ka me u kry rrotullimin, mirë po këto s'po do këtë që ka që është asa ofër një herë. A më në që në kalzu ku jeni me këtë projekt? Po, atë pikës pare kemi në nshkru kontratën, e kemi një memorandum me Ministrinë e Infrastrukturës. Po, e Kontrata pas të është qëndrimi aty. Po, operatori ka dalë atës paraprakisht disa prej sanimeve i ka bo në atë rrugë, se ka qenë shumë dëmtume, sidomos të pjesë të rrugës qarkore. Mirë po, gjatë asaj interviste që kemi dhonë në Perell atëherë, gjatë asaj kohëve që ka ardhur dhe vendimi përfundimtar për shpërndim. Okej. Po, praktikisht, vijet e shpërënsimit janë thujse parafërsisht nga viti 2013, edhe aty disa prej parcelave aty afër që gjindën, janë merë thujse komplet parcelen. Mirë po, projekti jonë që kemi nënshku na kontratën, nuk është as për së afër me vijës e asaj shpërënsimit. Ne me detyrinë e katastrit kemi fillu procedurat për me bo përmisimin e atyre vijave, edhe jemi jemi të jemi një përgjigje përfundimtare për me mujt mi u përshtatën Prej kujt po prit një përgjigje? Po realisht edhe pronart aty kanë bo, që me thonën, ankes, për arsye sepse nuk ju përshtatë dhe i pamundsohet zhvillimi i aktiviteteve tyne biznesore që janë. Ne kemi kontaktu dhe privatisht me pronart aty, edhe me një farë mënyre, sa i përket projektit tonë, ata janë të pajtimit mirë, po nuk janë të kënaqur me pjesën e shpërënsimit. E ne kemi bo edhe me gjodetat edhe të komunës, po edhe privat, i kemi qitë edhe pikat e rije, të jepni përgjigjen për tyne, edhe me vazhdu procedurë. E sa ko merë kjo, zoti Ibrahimi? Besoj që gjatë, shashtë nuk është në dorën tonë, po shpresojmë që sipas informatave që i kam, gjatë muajit koshve që këta i përcjellin zonat tek ne, edhe tani na me vazhdu me procedura tjera. E sa ko ju duhet për i momentit ju që i shtjelloni, si me dhoni zgjellni qëto problemet pronësore, për me dalë këto në teren me fillu puna? Po realisht nuk është që punë varë tash bërim komplet kjo prej neve, që më të thonë një afat më caktu më bëhet mrena mujt gusht. Në momentin atë që i morën mi përgjigje nga këto palët, atëherë ne vazhdojmë procedurat për me vazhdu me ministrisë, sepse kemi kontaktet e vazhdueshme dhe me ministria të për shpërënsim. A muni me përshpejtu procedurën, se me thonë, së shpedime çfarë tempo është tu morë seriozisht kjo çështje? Sot është dita e honë, realisht para diteve që kemi pas kontakte me ta, që mi u bo pak presion që mi mund të mi kry sa ma shpejt procedurat ata, sepse është në interesin tonë, është një kryqëzim për pas që ka komunikacion shumë edhe kolon, është një kryqëzim problematik që shpesh ndodhe dhe aksidentat. Vazhdimisht në live do me thonë e kapëm aksidentin, kime po kur dalim pomjet, mirë po, për shkak se ka marrë kod, si me thonë, pej prillit, tash të pak problematike, sidomos për shkak edhe të fluksit madh tash të mërgjimtarve që kanë ardhë, po ta qef me ditën, si me thonë, a kryet një muj, 2 muj, qëfar plane keni? Këta na kanë thonë që fillim të gusit vit në e japin ata përgjigjen tonë, edhe na me vazhdojnë procedurat tjera që do të me pas kontakte me ministrien, sepse realisht edhe operatori në momentin që i kanë shku kontratën është të prit, nuk është që ka mund të zhvillu punimet në atë pjesë. Edhe në interesin tonë është që më kry sa ma parë, sa ma shpejt ajo rrugë për shkak problemeve që i përmenu dhe më herët. Okej, po besoj deri ka shtatori kena me po sene të lëviz këto, a? Po, na thash prej edhe sot realisht vish kemi pas kontakte me ta momentin që ka diçka të re vish na vazhdojnë me punime aty. Okej, dëgjohemi pra gjatë ti mujetar shumë zoti Ibrahimit. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Hajde të ndërmë. Ishte ky Kushtrim Ibrahimi, do me thonë, për me t'i prej 2
kur më thojnë ka probleme pronësore, se ato janë problemet mas delikate, njerëzit e din çka do me thonë me shpronësim, si do qovë në tha që në fillim të gushtit, kontaktet e para i kanë pas, kanë marrë qasje, kanë marrë, si me thonë, feedback pozitiv, tash po pritët, në bas të asaj, disponimin e pat që brenda këti muje, deri ka shtatori, si me thonë, kanë mjanis me lëviz këto gjonat, okej? Nuk është idealja, është do është mu kry shumë matin, prell, do me thonë e kanë qitë vidon atje, po sigurisht na kena me u dogë prap në fillim shtatorit edhe me kësyr qka është të ndodhë prap këto, se s'monët kjo është, do me thonë, me dekadë është kjo. Nuk ka problemi një mujet kjo. Vazhdon këto ndërko me pas kokqarje njerëz. Gëm, pjesën e dytë kena me vazhdu prap, ka fundi i mujet, kena me ardhë me këshyrë qka është të ndodhë këto, për ndryshe, para se me vazhdu mos harroni, shto operimet e mija në teren i mundësën posta easy, posta ma kredibili në Kosovë, super customer service edhe super shpejtësi dërgesa, e po ashtu edhe Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën, di qfarë në zete, mos harroni, unë jam burim Bacolli me që ta mërë më gjeni kejt platforma, siguroni një follow me ma bu.